Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me nda me juve një recetë natyrale, një recetë që na nevojitet secilit prej nesh, sikur për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Shumë shpesh ndëgjoj nga nonat që thojnë oj Neri, shumë shpesh po na smuhen fëmia, imunitetin e dopt edhe nuk e shi me pas dikush një grip, këty një bjen këtu. Me një herë shtrihen. Kështu që kur të keni imunitetin e dopt, normal që edhe smuni shpesh. Kjo recetë natyrale është për forcimin e imunitetit, është për juve që keni probleme me kapslakun, për juve që keni fryrje mas çdo ushqime që e konsumoni, pra po do më plas çaq më ka fry pra borku prej lukthit, pra sepse nuk keni tretjen e mirë, po ashtu është për juve që ju jep energji gjatë gjithë ditës, pra në trupin tuaj. Edhe kjo recetë, nëse i shtoni pak lang të limonit, është super për humbje të peshës. Ju mundi me thonë që është mjallë të amel humbje peshës. Provani dhe bindeni vetë. Kështu që krejt që kana nevojiten prej përberzve janë mjallët organike, edhe 200 ml me ujë të ngrohtë. I merrni 200 ml ujë të ngrohtë, jo të nxehtë sepse ja hupni krejt vitaminat mjalltës, edhe një lugë të mesme pra me mjallët organike. Si të zgjuheni në mëngjes, bismillah, i pastroni syta jo dihet, edhe gjoja por që beni është që ta merrni këtë përzierje, mjalt edhe ujë të ngrohtë, e përzini mirë, edhe e pini në barkun bosh, pra esull. Pa hongër ushqim, pa pi kafe, pa pi çoja, në esull. Është shumë e shëndetshme, pra edhe ja vlen ta provoni. Si tek fëmijët, pra ashtu edhe tek të rriturit, për forcim të imunitetit edhe qatyne tjerave që i përmenda. Është shumë e mirë pra për energji të trupit, e ndini veten të ladhshem, ose po më syt mi qel, ose po më muçu prej krevetit, o ashtu o kështu. Provane edhe shifni vetë, çdo mëngjes në barkun bosh, pra e pini nga një gotë 200 ml me një lugë të mesme, mjalt pra organike. Se e përmena edhe për dobësim, në qëtë mos që përgadita, mundeni me ashtu pra langën e gjysmës së limonit, edhe e pini në barkun bosh. Për forcim të imunitetit, po ashtu pa langë të limonit, shembull s'keni nevojë, edhe pse langu i limonit është vetëm vitamin C edhe shumë i shëndetshëm. Provani pra çdo ditë e konsumoni kështu nga 200 ml me ujë të ngrohtë, edhe një lugë të mesme me mjalt, edhe shifni rezultatin, efektin për gjitha qëto probleme që i keni pra në trupin tuaj, imunitetin e keq, dopt për ndryshe, smuni shumë shpesh, probleme me kapslakun, probleme me fryrjen e lukthit, mbasi që konsumoni çdo ushqim, ju bën që shtojmë na shqiptarët zarar edhe njini veten shumë keq të frym. Jeni të lodhur, e ndjeni veten shumë të latshëm, edhe po ashtu për humbje të peshës. Ju përshëndes përzemërsisht, sidomos për humbje të peshës, tash motra që janë kthy nga Kosova, shpresoj që kemi kalu gjithë mirë, unë për vetë jam kënaq, inshallah edhe jo po ashtu. Tashti ja nisim prap me dobësim, me humbje të kilogramëve, edhe ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pafshim.